Faraoni, që ishte mbret tiranik në Egjipt, që pretendonte të ishte Zot, sundonte me frikë dhe mizori, duke shtypur popullin dhe duke i trajtuar si sklav. Por ati ishte dhënë një profesi se një gjallë nga pasardhësit e profetit Jakupi, i njohur edhe si Izraili, do të vinte dhe do të shkatronte mbretërinë e tij. I frikësuar nga kjo profeci, Faraoni dha një urdhër mizor për të vrarë të gjithë foshnjat meshkuj të Beni Izraelit. Por ai nuk e dinte se një prej atyre djemve që e kishte emrin Musa do të rritej në shtëpinë e tij dhe ishte pikërisht ai që do ta rrëzonte mbretërinë e tij. Ironikisht, ti bie shkurt të shqip, Allahu bëri që Musa të rritet në pallatin e tij, nën kujdesin e nënës dhe familjes së tij, dhe më në fund profecia u realizua. Profeti Musa alayhis salam fitoi dhe mposhti Faraonin. Morali i tregimit na tregon se caktimi i Allahut është i vendosur dhe askush nuk mund ta ndalojë atë. Kështu që mos u prengos kur të tjerët bëjnë plane kundër teje, sepse kur është vullneti i Allahut, asgjë nuk mund të ndalë realizimin e planit të tij. Qetëso e zemrën dhe beso, sepse Allahu është më i miri i planifikuesve. Dhe ata bën plane, por edhe Allahu bëri plane. Dhe Allahu është planifikuesi më i mirë. Kurani 8:30. Subhanallah.